Në datë 17 tetor pra pas 2 ditësh, në Tiranë, në sheshin Skënderbej, organizohet një protestë gjithëkombëtare në mbështetje të ish krerëve të UÇK-s që ndodhen në Hagë. Detajet do t'i mësojmë njëherë në këto momente. Kam në komunikim të drejt për drejt zotin Hysni Gucati, drejtues kryetari i OVL-s për organizatës veteranëve të luftës të UÇK-s, i cili kolegët më thanë që është duke ardhur në Tiranë është në udhëtim. Zoti Gucati, mirëmëngjes, faleminderit dhe ju përshëndes nga Report Televizion. Mirëmëngjes, faleminderit juve për ftesën. Faleminderit kënaqësi, jeni duke udhëtuar drejt Tiranës dhe besoj nuk do të zhvendoseni më derisa të zhvillohet protesta pas nesër? Po, është e vërtetë, unë jam rrugës për Tiranë dhe do të rri atu derisa të përfundon protesta deri me datën 17 tetor. Do të rri atje. Ju kuptoj. Gjatë ditës djeshme ju patët një komunikim apo konferencë me mediat dhe bët disa detaje me dije. Atëherë nëse edhe mund na i thoni në fakt, nuk di çfarë pritet të ndodhë dhe eksaktësisht ju si organizator dhe të tjerë absolutisht në 17 tetor në Tiranë këtë protestë gjithëkombëtare në mbështetje të ish krerëve të UÇK-s në orën 17 është piknisja. Cilët do të jenë pjesëmarrësit, sa pjesëmarrje pritet, cilët do të jenë ata ose kush do të jenë ata që do të mbajnë fjalime nëse do të ketë të tilla? Realisht ne kemi vendosur me 17 tetor të bëhet një protestë paqësore në kryeqytetin shqiptar në Tiranë, ku ato ka gjenezën ushtria shqiptare e Kosovës nga shteti shqiptar në atë kohë në vitet 90 që na kanë ndihmuar dhe na kanë dalë krah gjithmonë neve shqiptarëve në Kosovë dhe ne mendojmë që është mirë në kryeqytetin shqiptar ta bëjmë një protestë paqësore. Numrin fiks nuk mund ta japim se nuk e dim, po do të jetë numër bukur i madh edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia, edhe Montenegro, po edhe sidomos vetë nga qytetarët e Shqipërisë ato, që unë bëj ftesën një përmes emisionit juve, dua ta shfrytëzoj emisionin tash. Patjetër. Ti bëj ftesë gjitha partive politike, pa dallim ideologjie, pa dallim fe, ne jemi shqiptarë të fundit dhe ne na ka hije të bëhemi në sheshin Skënderbeu pranë flamurit të Kastriotit me 17 tetor edhe nga Mërgatat në bashkangjitën në protestën paqësore. Sa i përket fjalimeve neve s'kemi bë, ne kemi treguar do të ketë fjalën ish presidenti i Shqipërisë Alfred Mujsiv, Adi Ahmeti dhe unë si organizator, dhe do të presim fjalime tjera, 2 fjalime. Do ta merr fjalën edhe një dëshmor nga Shqipëria, i cili ka rënë dëshmor në tokën e Kosovës, që na ka ndihmuar në luftën tonë ka qenë pjesëtar i UÇK-s dhe është dëshmor i kombit tash. Alo, sot përcaktohet emri e asaj familjes që do ta merr fjalën në sheshin Skënderbeu. Unë do të jem falënderues shumë për shtetin shqiptar, për qeverinë shqiptare që na ka mundsuar dhe na ka mbështetur këtë protestë. Kaq madhështore që do të jetë prej qeverie deri te çdo qytetar i Shqipërisë që na ka mbështetur. Sidomos juve të emisioneve, juve media që na keni mbështetur shumë. Patjetër, faleminderit, kjo është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme dhe kjo është me pakta që ne mund të bënim. Kryeministri Rama, kryeministri i Republikës së Shqipërisë e ka shpërndar ftesën për këtë protestë dhe në rrjetet sociale. Nuk di ai vetë personalisht me ato kontaktet që keni pasur, do të jetë personalisht apo jo, do të mbaj fjalime apo jo, apo ende nuk është përcaktuar diçka e tillë. Tash do të jem këtu shumë i sinqert. Presidenti do ta shoqën agjendën e vetë që ka, nëse ka agjendë që deti është vendi me që nuk mund të merr pjesë, po, kryeministri. Po nëse ka agjendën mbrana në Shqipëri, me siguri do të merr pjesë në protesta, na ka mbështet, shumë na ka mbështet. Edhe duke mbështetur ata në ky dini edhe fjalimin e tij na bombastik i cili ishte në Këshillin e Evropës atë kohë, para 2 vite gjysmë, i cili thashë se kjo gjykat është e njanshme, kjo gjykat është pa drejt, këto akuza gjithë pa drejta, kështu që unë pres se zoti Rama të jetë me neve dhe besoj fuqishëm. Bosh zoti që mos ketë një agjendë jashtë shtetit shqiptar, të jetë ato. Unë e di si gjithë liderët shqiptar, pavarësisht Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, do të jenë pranishëm ditën e premte ato dhe gjitha komunitetet fetare, edhe ato muslimane, edhe ato katolike, edhe ortodokse, do të na bashkangjiten në protestën tonë, ne jemi vëllezër thashë më herët, ne fal zotit, kjo s'ka ndikuar te shqiptarët kur do të ndikon, ne jemi vëllezër fund, e kemi një flamur që thash, po shpresoj shumë në zotin Rama që do të jetë ato. Jo kuptoj. Gjithmonë me mundësi, si juan.
E kuptova dhe ta gjendës për shkak të postit, pozicionit që ai ka si kryeministri i Shqipërisë. U bë thirrje gjithë qytetarëve shqiptar dhe unë këtë e kuptova dhe unë u bë thirrje që të jenë pranishëm në protestë të premten pasdite. Por do të ndalem pak, u bë thirrje dhe partive politike. Me parti tjera politike, nuk di opozita, PD apo tjera, keni pasur në një kontakt e dëshironi absolutisht që dhe ata të jenë drejtues të tyre apo deputet të tjerë që vinë dhe nga opozita. Pa dashur ta bëjmë çështje politike këtu, kjo nuk diskutohet, por u bëni thirrje dhe atyre që të jenë pranishëm. Famderit për te se edhe vetë e ceke se protesta nuk është politike, absolutisht, absolutisht. Qëtë kombëtare është jashtë politike, e kanë organizu shoqatet dhe dalër nga lufta fundit e UÇK-s dhe unë i falenderoj gjithë ata deputet të cilët kanë komunikuar me ta përmes telefoni, përmes faqeve zyrtare dhe ata më kanë shprehur gatishmëri, gjitha partitë do të jenë të premten në ora 17 në sheshin Skënderbeu. Unë kisha një takim me grupin parlamentar të Partisë Socialiste që takova dhe pritën me bollën që falenderoj Pitina dhe buni thirrje. Kështu po, gjitha partitë politike në Shqipëri më kanë mbështetur, më kanë përkrah. Kam emaila që më kanë dërguar, kështu që ju. Nga PD-ja, nga Partia Demokratike këtu. Nga PD-ja të jemi sinqert, unë e kam çu shkresë, besoj sot do të më kthej, unë sot në ora 17 kam një konferencë për shtyp në Tiranë, në Hotel Tirana, sot në ora 17. Besoj deri në ora 18, PD-ja besoj do të me komunikat, dhe mbështet protestën, se kam komunikuar me ta, vetëm për çështje kohësh që ata të dalin sot, kështu se gjitha partitë Shqipëria kam gjitha. Ju kuptoj. Pra do të ketë shqiptarë që do të vinë nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, Malizi, shqiptarë të Shqipërisë, këtu kjo nuk diskutohet, këtë e bëhet me Dizëgucati. Le të themi me pjesëmarrjen sa më madhe të jetë pjesëmarrja apo me simbolikën kërkoni që të arrini qëllimin në lidhje me këtë protestë që do të zhvillohet, domethënë. Si e gjykoni? Unë besoj se sa më shumë qytetarë të ketë, aq më mirë do të jetë për ata në Hagë, për shokët tonë që mbajnë pa drejtësisht në pse. Zërin duhet dëgjohet të ndërkombëtar, sidomos ambasadat, miqët që i kemi në Shqipëri, në Kosovë, që të tregojmë si ushtria që i dorë Kosovës është e popullit, ka dipi populli dhe populli mbështet. Unë besoj se me këtë protestë, si do të jetë madhështore në Tiranë, që unë besoj do të ka përcjellë shifër bukur të madhe me qindra mijëra, mund të them do të jenë ato. Vetëm nga Kosova janë përgatitur 60 autobus, mbi 60 autobus do të nisin ditën e premte në ora 10. Këto do të bindin edhe ju. Ne jemi në kontakt me ambasadën e Shqipërisë. Edhe unë besoj se mesazhi më i mirë për gjykatën speciale dhe ndërkombëtar është vetë numri i qytetarëve shqiptar anë kënd trojave tona që do të bëhen në sheshin Skënderbeu. Besoj se ky është një mesazh shumë i madh, mesazh i qartë. Ne jemi kriminal, nëse janë kriminal Hashimi, Kadria, Jakupi e të tjerët, atëherë jam edhe unë kriminal si Mali Lufte. Atëherë edhe dëshmorët e kombit janë kriminal, të cilët e shirun vendin pe ordhive çetnike serbe. Kështu që shpresoj edhe në qeverinë shqiptare edhe gjitha qeveritë që do të ndihmojnë dhe do të dalim triumfus, gjithmonë duhet të tregojmë realitetin. Ne kërkojmë mëshirë, ne kërkojmë një drejtësi të mirëfillt, jo drejtësi politike. Zoti Kusati, e fundit fare, pak shkurtimisht të lutem, besoni me shpirt, me zemër, si e keni dhe ndjesinë që do të shpallen pafajshëm 4 ish komandantë drejtues dhe shumë shpejt do të bashkohen pranë familjeve tyre dhe gjithë popullit shqiptar? Unë besoj fuqimisht se drejtësia do të triumfojë. Nëse ka vetëm pak drejtësi që stojmë në Kosovë, drejtësia do të triumfojë se ne kemi bënë një luftë drejt, ne kemi bënë masakra, ne kemi vrarë gra, fëmijë, pleq, ne kemi njëftu të shirojmë vendin tonë, ne kemi njëftu që kemi qenë pa drejtësisht të okupuar nga sistemi jugoslav në atë kohë apo nga slavizmi. Po unë besoj, unë vetë kam vujt burgën atje 3 vite e ca muj, kam qenë vetë i burgosur në gjykatën speciale dhe di çka do të thotë nëse triumfon drejtësia. Dhe shpresoj dhe duhet besoj të maspohet të Zotit dhe do edhe të njerëzit e mirëfillt të një drejtësi evropiani, inshallah ka drejtësi në Evropë mirëfillt edhe do të dalim triumfues. Kështu që shpresoj shumë shpejt presidenti dhe të tjerët do të jenë festën ta bëjmë bashkë me gjithë shqiptarët kudo që janë shpejt që do të vinë deri ata 4 komandantët tonë. Faleminderit zoti Kusati, faleminderit shumë, ju uroj rrugë të mbar, mirë se të vini në Shqipëri, në Tiranë, edhe do të përcjellim gjithë çka ndodh dhe protestën absolutisht drejt për drejt dhe me çdo detaj. Faleminderit me respektin më të madh për gjitha mediat shqiptare kudo që janë.
respekti shkon gjithmonë për juve që na keni ndihmu shumë këtë protestë. Ju jeni ata shtylla 4 e shtetit që veproni dhe punoni për të mirën e kombit dhe për njerëzit qytetarë. Faleminderit shumë, respekt. Faleminderit edhe një rrugë të mbar.